Palët në Greqi janë duke bërë përpjekjet e tyre të fundit para zgjedhjeve të ardhshme, të cilat shihen si vendimtare për të ardhmen e vendit të zhytur thellë në borxhin e Eurozon. Konservatorët e Demokracia e Re, të cilët u përballën me një vështirësi në zgjedhjet e fundit, do të mbajnë tubimin më të madh dhe të fundit të kësaj fushate. Syriza, partia e Aleksis Tsipras, e cila kundërshton ashpër marrëveshjet me Bashkimin Evropian, e zhvilloi tubimin e saj të fundit ditën e njëjtë. Από Δευτέρα αρχίζουμε μαζί με το λαό μια νέα εποχή. Ditën e hënë së bashku do të fillojmë një epokë të re, një epokë të ndryshimeve të mëdha dhe reformave të mëdha për popullin. Të hënën huat dhe borxhet do të jenë vetëm një histori. E hëna do të jetë një epokë e re solidaritetit. Së bashku ne do të punojmë për të ndryshuar vendin. Sondazhet e opinionit publik tregojnë një rënje të mbështetjes për Syrizan, ndërsa sipas ligjit grek, sondazhet zyrtare janë të ndaluara 2 javë para zgjedhjeve. Mbrëmja e së premtes rezervon dhe tubimin e fundit për kreun e Demokracia e Re, Antonis Samaras, i cili pritet t'i drejtohet për krahasve të tij në sheshin Sintagma të kryeqytetit pranë parlamentit grek. Samaras, i cili dëshiron të lehtësojë kushtet e kreditimit, është pro mbështetjes së europianëve, ndërsa ka akuzuar kreun e Syriza se po fundos Greqinë. Kjo nuk është rruga e përgjegjësisë, ne duam euron dhe rinegocimin, u shpreh ai. Autoritetet e ekonomive kryesore botërore po përgatiten për një rënje të mundshme, nëse në zgjedhjet e fundit në Greqi fitojnë të majtët radikal që kanë vënë në dyshim të ardhmen e vendit në Eurozon. Zyrtarët nga G20 thanë se bankat qendrore janë të gatshme që të ndërmarrin hapa për të stabilizuar tregjet financiare, nëse do të jetë nevojshme, duke ofruar likuiditete, duke penguar ndonjë shtrëngim kredish pas zgjedhjeve të së dielës. Autoritetet europiane janë të përgatitur në rast problemesh të mundshme që mund të lindin nëse grekët tërheqin paratë nga llogaritë e tyre bankare, apo nëse partia Syriza, që ka premtuar se do të prish marrëveshjen e shpëtimit me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, do dalë fituese në zgjedhjet e 17 qershorit.